A jena gati? Ali, Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, sot mysafire kam një gazetar shumë të njohur, sidomos kohëve të fundit, Nevri Ademi. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta su. Atë kanë reja, shkanë shpunë. Mirë, kishin rraf se kështu doli veç një pushim në Antali, ashtu nashta kish dalë se më shumë. Ja, s'm kanë rraf, po e din këtu të në mediat si janë. Ka qenë një ballafaqimi imi me një person i cili për të cilën unë kam bërë një lajm ditë më parë. Ai realisht tentoi, provoi në mënyrat për shkak se e vërteta gjithmonë ka dy anë. Normal. Ajo që e di une, që e din populli dhe që është e vërtet, dhe ajo që personi tjetër mendon se është e vërtet. Kështu që ne për ditë kemi kështu sende. Me po për ditë shkruaj në mediat, duhet të merrem veç me mu. E kanë rraf me vriun. Titujt sensacional që u bën, ishin titujt të mediave amatoreske dhe të personave të cilët nuk kanë çka bëjnë dhe e kanë mësuar Canvën dhe vendosin 3 shkronja, për shkak se nuk ishte rrafme, po ishte një, ku e di unë, si mund ta quaj ndryshe në gazetari, se nuk ishte rrafme. Po, da. Kështu që jam mirë, dhe do vazhdoj të merrem me punë të mira. E rëndësishme është që kur folet për diçka, i bie që kam bërë sen, se nëse do kish kalu ki lajm në heshtje, i bie që askush se pas ka marrë vesh se në të to vidhen edhe gjenazet, vidhen edhe të varet. Kështu që mu më shumë gëzon fakti se u bo lajm. U bo lajm bomba. Unë se isha kthyer prej vendeve të shejta. Paka shumë atje na shtaraj niveli dhe këtu duhet të bëjmë lajm. Kështu që faleminderit gjithë atyre që thanë se më kanë rraf, edhe që më bon bomba atje. Nevri, gazetarin kështu e punon ekip me rak, kështu më duket. Nuk e kipit si profesion, pa e ki kështu. Gazetarin e kam më shumë se profesion. Dhe shpesh herë me Hoxha Laur ose me njerëz eminent që takon, me them se gazetaria nuk duhet shihet vetëm si një punë në të cilën në fund të muajit do të marrësh një pak. Unë gazetari kam punu edhe në fund të muajit s'kam marrë pak. Për shembull në fillimet e mia në gazetari unë nuk kam marrë rok, nuk kam marrë para, nuk kam punu për në fund të muajit të marrë parë. Gazetaria më shumë është mision. Është mision, varet kush si e kupton. Tash dikush është shef, tash janë komercializuar edhe xhenazet e paramendon gazetaria. Tash me dek 20 xhallari kia ti se kërkojnë parë. Mos flasim më për gazetari. Shpesh herë kur më thonë këto se çem pse e shifni krejt paren, more vlla, Hoxha e shef pare, ku famën. E tash unë e ti më thonë, unë njeri gjallë, mos e shof pare, për shembull reklamat. Mos i bën thot reklam çokoladës Dubajt, se dishe ul nivelin e gazetërisë, more Hoxha i lexon Kur'an të vdekmit, nuk ka kërkun të mi lexu Kur'an të vdekmit. Shumë mirë se ka edhe Kur'ani edhe Muhamedi alayhis salam, atë ditë që ti shkon për kësaj bote kam përfundu misionet tu. A ditë ti, çka ke punu për atje, ke punu. Nëse ke lanë fëmijët hajrit për të lutë, ka thonë do t'i pranoj. Nëse ke lanë ndonjë send të rjetshme do ta pranoj, ama ti Kur'anin desh lexosh e gjallë. Jo shtash unë do lexoj Kur'an për ty, jo do lexoj për vete, shtash unë s'kam kohë me hub me lexu Kur'an për të vdekmit. Kështu që këtu te ne janë komercializuar çdo send. Unë gazetarinë e bëj prej vitit të tretë në shkollë të mesme. Dhe më thënë, 2 vjetët e pare që kam qenë në medrese, më thënë dhe kalimi im prej në medrese në gjimnas dhe vazhdimi i medresës i shregut. Dhe më thënë, faktikisht edhe në medrese e konti. Po jem konë në medresa. Faktikisht edhe Hoxh, Nevri Ademi, më i veti. Është Hoxh, se di. Se një gjys Hoxh e ije. Me vnu shalin këto tjerët, më së ndim shojnë si konkurencë pa marë bukën. Ama une nuk shkoj të vdekmit lezë kura, këtë ta kenë sakt, as me vlutin. Për shembull, kur vdezi kushe, kur t'ja bësh babës me vluti, ti lexojmë të poezi qati, nuk e ka gajlën të me vlutje, të parja, që ta kapje i pari, sa ti janë 20 xhallar, edhe tash kush me kapi pari me vlutin, kush që lemi të uhidin, kush këto sene. Kështu që gazetaria tash është mision, dhe është mision që unë them ndonjëherë edhe i them mision i shenjtë.
për shkak se edhe ata të cilët në kohën e Muhamedit alayhis salam ndoshta i kanë dhënë informata Muhamedit alayhis salam ose i kanë dërgu diçka, ka qenë mision. Dhe ndoshta që prej atëherë ka lind gazetaria. Ndoshta ne akoma s'kemi bë çaq hulumtime të shumta që ta shohim pikën kyçe ku e ka gazetaria. Për shembull, sipas mendimit tem, shumë sahab pas pejgamberit alayhis salam të cilët kanë shkruaj poezi, kanë luajtur rolin e një gazetari, të cilët kanë këshillu, kanë dhënë mendime, kanë komentuar sende, edhe ajo pjesë e shkrimeve të tyre lidhet shumë me profesionin tonë, kështu që gazetaria është misioni i shenjtë. E kum vërejt edhe një gjë të ti që ti stanin hiç kur gjon që pse të shan dikush në koment ose e vazhdon njëjtën. Një koment 1 euro. Para mendoj unë i kam 200-300 komente në ditë. I bie 200-300 euro e kam ditën. I inkurajoj që kruj sa ma shumë. Barem të ma bëjnë një 500.000 euro ditën, për shkak se po du me blej një shpinë të to. Hajde, inshallah, Allah i ta mundësoj. Që ata të cilët halas kanë komentu, le të komentojnë se një koment e kom 1 euro. Mbushet buxheti, o vlla, ne për çto punojmë. Se tash e bëm komercializëm, apo. Ne kum vërejt as nuk fshin bile komenti. Ja, letrin, po unë fshin 1 euro, si ta hek 1 euro ta fugi. Ja, le të komentojnë, masanej su beson që njerëzit kanë shumë të këqija, kanë probleme familjare. Këtë mlef janë me interesant. Kanë mlef, edhe për shembull ai se ngon gruaja te shtëpia, edhe ka telefonin dorë, e në moment që gruaja nuk i ka bë buk, i dalunet e lajma. Nevria. Edhe mora me mshaj, ku ta çese të keq, do plasje. Shumë analizë mirë, të lumt. Ai ka probleme. Ka borxhe, kredi, nuk e ngon gruaja, nuk e ngon fëmijë, do të shkojnë shkollë, ekskursioni. Edhe kur i mlidhen krejt, edhe hap telefonin. Edhe i dalunet e to vasoti aty. Mora me më komentu se s'ka çka bëni, ta nxjerrë të keq. Edhe këshit sa me kanë lajm i mirë, ai do komentoj negativ, sa i mushët është me negativitet. Njerëzit e ne kanë shumë probleme. Mos na shif neve pak që shko xhamiat përveç ditës premte i ke bosh në qytetet tona. Ke asnjë saf nuk mbushet. Ashtu. Edhe njerëzit s'kan çka bëjnë. Namaz s'fal. Kur'an nuk lexon se thot do ma paguje kur të vdes vllai hoxhallarët, do lexojnë për mu. Namaz nuk bën, me fe nuk mirët, libër nuk lexon, edhe ai mora të rinë telefon, se s'ka çfarë tjetër. Në të gjithë vendet e civilizume, edhe nuk isha në Arabi, isha në vendet e shenjta. Nëse tash kena medale aty. Në të gjithë njerëzit nuk mirëshin me telefon. Nuk, ai shkon të falte namaz, o lavin të kohë namazit, krejt hotelin aty, e qitë që kam për jashtë për hoteli, kishte 2 milion njerëz që faleshin. Këtu të ne jena shumë larg, këtyre ne nuk jetojmë me fen. Ne jetojmë me telefonin. Ne jetojmë me, elhamdulillah, ne jetojmë me gabimet të cilat i bëjnë tjetër njerëzit tjerë, edhe ne të va komentojmë. Shumë e vërtet. Ne nuk mirena mo me problemet tona. Se s'kena çka bëjmë, gruaja s'na ngjon, siç thash, fëmia nuk na merr për parasysh, babën nonën i kena lënë me një qosh, as që të mirena me to. Për shembull në shumë familje të to kur i shef thot jo nda me babën e non, baba e nona jetojnë me një shup aty. Në ki jeton me gruan e vete, me probleme të shumta, edhe njerëzit nuk kanë punë tjetër, veç të më komentojnë. Andaj i inkurajojnë, e komentojnë sa më shumë, du të arriti buxhetin, kom shef me blej edhe një shtëpi edhe një vetur, kështu që ka 1 euro. Bravo, të lumt, pse plus edhe se vape fiton se ai që të shan ta merr një gjuna ta merr. Po, se do ta tregoj një histori tjetër për një qave. Aty te, si ka thonë Muhamedi alayhis salam, kush arrin të prek gurin e xhenetit. Po, guri i xhenetit. Ka gjasa ti falen gjitha mëkatet. Edhe aty ish bën një tollovi e madhe. Edhe unë thash, po këtu njerëzit ti merr kanë mëkatet para se me mritë guri, e kupton se po shumë rana me hi aty. Shumë rani ish me hi aty. Edhe një me kish njerëz që goditshin, me brila shtishin, domethënë ish një tollovi dhe aty njet u shku te guri ti si të ke xhina. Se ti merr kaj të ti thi brin ti theke. Edhe kështu që unë ndoshta bëj edhe gabime gjatë rrugtimit tim, se ne jemi njerëz edhe gabojmë. Ndoshta ndonjëherë e vërteta reale është diku tjetër dhe ne bëjmë çaq ulumtime që mundemi, ndoshta dikujt i him dërhak. Edhe ne dim që besimtari, që muslimani do hin xhenet, edhe Zoti të balanson.
ka njerëz që normal ti marrin mëkate që me u bë një balans, që mos me shku ti Zotit me çaq shumë mëkate, edhe pse unë mendoj që në projektet dhe lajmet të cilët i bëjmë i hulumtojmë shumë mirë, po që ne mund të bëjmë gabime. Unë nuk jam i pagabushëm. Normal, po. Edhe ne dim edhe të kërkojmë falje. Po. Edhe ne dim që edhe në momenti që gabojmë dalemi të themi, ky lajmi ne kemi menduar se është kështu, ama ka dalë kështu. Ama tash unë s'muj me mbrojt hajdutin e vareve. Ta kemi qartë, se është tema e freskët edhe po ta përmendi shumë herë. Temat që du me folë është vizita jote në Qabe. Do me thonë gazetari Investigativ. Ka shku në Qabe. Ka shku në Qabe. Gazetari me tatu ka shku në Qabe. Me tatu, po. Kina marrë të tatu, ama du një retrospektiv të bëjna. Do me thonë, për deri sa unë incizojsha derset e Ramazanit në klan. Po, shkoj klan. Gju bo klanin një me? Shkoj klan. Shkoj në xhenet. S'na kanë shu rogën e. Po. Po, me thonë, shkoj dhe mos me ma, këtë pjesë po du me ma pre. Jo, s'ka cenzur. S'ka cenzur. Kështu që ne 40 veta është shumë e të mërshme se si 40 veta në një medium janë paralemru 24 orë para se mu mshel klani, se nesër nuk do jenë punë edhe i kanë zjerë prej pune. Në fakt unë s'kam qenë i punsum full time në klan edhe elhamdulillah kam pas zburime tjera. Elhamdulillah që ka komente ka €1 që unë s'mvarna prej mediumeve dhe prej pagesave mujore. Ama ka pas persona aty që kam punu krejt jetën në klan Maqoni edhe që e kam pas të ardhur të vetë me klanin edhe me i paralemru 24 orë për para se nesër do mbyllet televizioni ka qenë vërtet diçka shumë e rëndë edhe akoma se kam bërë pagesën e mujt mars, kështu që i inkurajoj që sa më shpejt ta bëjmë pagesën, nëse nuk e bëjmë pagesën ne do detyrohemi të bëjmë padi. Dhe do detyrohemi që gjithë atyre biznesmenëve milioner të cilët fatkeqësisht i lanë 40 veta pa punë të va nxjerrim atë vërtetën. Po. Kalojmë tema tjetër. Po, kalojmë tema tjetër. Aty kur i bësha incizimet për Ramazan, për një moment u bë pak hit hoxha i nderuar Muharrem Ismaili. Po. Për kthimin që e bëri Muhamet Zekiri hutbës. Edhe videon që e postoi Muki te klani, po. Edhe aty pastaj ti e bënë një podcast me Hoxhën Muharrem. Po mora në podcast një intervistë. T'ju tregoj njerëzve që me podcast i kam e vazhduar në një format tjetër. Po. A do të vazhdoj, ha? Po për zgjedhje, për prisën na vin sezonin, për sezon kena me e vazhduar me podcastin me Halis. Po. Kështu, Halis me politikën. Dhe kena me bo video shumë interesante të cilët do të postohen të tova sot edhe në një medium tjetër që nuk e bëj publik. Okej. Intervista me Hoxhën Muharrem. Intervistës me Hoxhën Muharrem, domethënë unë në asnjë moment asnjë politikani nuk i kam thonë ai don pyetje. Nëse mi ka kërku, i kam thonë jo. Hoxhës Muharrem atë ditë i thash, apo i don me i pa çka kam përgatit. Po. Veç Hoxha ka pas këtë mirë prej me edhe ai nuk e shfrytëzoi. Ka jo si du. Edhe vërtet në pyetje nuk e kam pas çënume që me pyet ishte afër Ramazani edhe me i thon një mesazh për Ramazan. Kërkuj, nuk e kisha para pati, edhe merdhi kështu. Në fund të emisionit i thash Hoxhës, thash një mesazh për Ramazan. Shumë interesante ka qenë që mesazhi i Hoxhës ishte goditës për mua. U pa të emocionu shumë për shkak se unë e kam bërë publike historinë time familjare, personale. Dhe nuk kisha pas kontakt me prindin, me babin, në një periudhë 10 vjeçare. 10 vjet. 10 vjet. Edhe Hoxha më ra në shenjë. Tha, mos e hini Ramazanit i dhnushëm me babën no. Se ka të ki. Mos e gjëno ka të demek. Edhe sikur me mësu dikush. Unë u emocionova shumë se ishte mesazhi i Hoxhës ishte shumë goditës. A Hoxha nuk e ka ditë fare. Ka ditë, ja, se ka ditë që unë për shembull me prinin babën sfor 10 vjet. Edhe mbas emisionit Hoxha i shpreh më shumë se unë se nashta pse më prek i mua, e kupton? Edhe unë thash më fal kush të ka treguar, e kupton, a kina i informata se e bëj për herë parë këtë publike. Në asnjë medium tjetër se kam thonë që komunikimi me babën është 0. Edhe Hoxha tha jo, kërkoj falje që jo thash s'm ke prek, po nuk jom prek prej teje, po jom prek prej mesazhit. Në me çfarë rënd ishte për mua.
Njerëzit falin thua. Veçanërisht prindërit. Po. Pa marrë parasysh se cili është gabimi i tij, se njerëzit edhe gabojnë Absolutisht. në jetë ashtu siç e thatë. Po e rëndësishme është që përfundimi me qenë i mirë. Alhamdulillah. Prindi im fatkeqësisht ka pas edhe ai situata të rënduara. Edhe ndoshta ato kanë qenë shkaqet që e kanë larguat emocionalisht prej meje, që në moshën 14 vjeçare, 15 realisht, unë kam dalë prej shtëpie dhe s'jam kthy më kur, kam jetu vet. Për shkak të problemeve që unë i pash se nëna biologjike unë se kisha njoft deri në 18 vjet. Ajo kishte shku kur i kam pasun veç 8 muaj. Edhe unë kur e pash tash haj ma mirë po jetoj vetëm se s'dosha me kriju unë çdo herë vu kam hik problemeve. Nuk dosha tash me hajde po e gjejmë Konflikte. fajtorin, Po. po bëjmë konflikte se kush i ka pas fajet, pse ka shku nana, Du pse me s'ka jetu i shku qetë. nana, du me jetu i qetë dhe s'du mu kthy prapa. Një ndër ata pikat për me qenë i lumtur është që mos me ju kthy të kalumes. E vërtet. Po me mbyllat kapitull edhe me shku për para. Edhe unë s'dosha me ju kthy të kalumes, s'dosha me shku për para, me taku nanën, me jetu i lumtur. Po që normal që ti prej atyre njerëzive rrethi që e qanë problematikën, që ti të ka mungu personi më i rëndësishëm i jetës, se krejt mujna me i blej, po nonën e në babën se ne blejmë, apo? Absolutisht. Edhe tash pas 10 vjetëve dikush po ma krun të qatë plak. Unë 10 vjetë sua, mos menoj që stash, nashta këtë intervjist kanë me komentu shumë. Mos menoj dikush që është let me jetu 10 vjetë pa babën. Subhanallah. Mos menoj dikush që është let me jetu 10 vjetë pa babën dhe pa nonën. Edhe prej një mosh, hajtë mere një fëmijë, sot 14 vjetë edhe lëshoje që aty. Ta shofish që ka me bo. Po. E unë që ashtu, unë 2 javë ditë sua kam qenë në park qytetit, në Gostivar. Subhanallah. Edhe... S'ki pas ku me... Ja, s'kom pas kërkun. Masa ne, një ndër arsyet që jam regjistruar në medresë është ka qenë konvikti. Se atje mund me flejt. Mujt me flejt. Edhe, nështë ajo ka qenë shkaku që unë mu njofta alama shumë e fe. Unë kam qenë shumë, kam falë për skot namazit, elhamdulillah kam qenë, asnjëherë nuk jam largu prej fes, prej bindjeve fetare. Pa marrë parasysh që njerëzit nashta najherë edhe kanë mujt me mpa me alkool se unë se fshehi. Po, askush nuk e din në aksham, une kujt i drejtona. Po. Edhe unë suat çdo herë kam pas lidhjen me Zotin të pandërpreme. Unë vetë kam qenë në shtëpi, edhe në mbrëmje veç me to jam marr. Unë lidhjet më të mira se me to si kam pas me kur një tjetër. Absolutisht. Kam pas lidhje shoqërore, unë jam njeri dëshmia më e qartë se si njeri ecën veç me shoqëni. Unë përpara kom ec fal shokëve, fal rrethit tim të cilët asnjëherë nuk më kanë nal. Çka duhet kjo që urdhna? Çka duhet kjo urdhna? Më thonë unë kom pas rreth një shoqëni çaq të mirë, saqë nuk më zhdesh kërkush për me ec përpara. Gostivarit njihet për bujarinë e tyje. Ama unë kam jetun Tetov. Gostivarit Tetovi me nova. Gostivari njëhet, unë kam jetun Tetov. Edhe, dhe më thonë, aq shoqëni kam pas. Aq njerëz më kanë shtyr përpara. Po edhe prej Gostivari. Në karrierën time në gazetari kam nisë në TV2 Gostivar. Po. Kam pas 2 koleget shumë të mira të cilët mi kanë mësu hapat e parë në gazetari. Kështu që kur e përmendi hoxha e përmendi plakën, edhe kur ta përmend një njeri qaq i strukturum fetarisht si Muharrem Ismaili, më thonë nuk është loj. Po. Pre që aty nalet mo gjithë shka që njerëzit, a di sa njerëz kanë fol mu, Pajto. o sa njeri, sa shoku, ama kur ta thot një njeri strukturum fetarisht, që ki kujdes, se nuk është loj mo. Pa marrë parasysh gabimet edhe që unë kam qenë i qetë shpirtnisht se nuk i kam hinder hakat, i kuri. Më thonë, e mira e krejtë kësaj punë është që unë s'kam qenë gabimi. Edhe unë si kam hinder hak kur. Edhe hoxhës Muharrem që shtuja, thash unë si jam, aj që i kam bo gabimin. E tha, qka për e ti me të kërku falje baba, ani se ka baj gabimin. Edhe hoxha Muharrem tha, unë e di sakt që edhe e ka jetu gabim qatë periudën që e ka jetu pa ty. Edhe nuk ka qenë i qetë, edhe vërtet s'kish qenë i qetë. Hoxha Muharrem Ismaili insistojke që ti pajtohesh. Insistoj, hoxha Muharrem thoj ke unë nuk shkoj prej klanit, se ishte dhe Muhamet Zeqiri aty. Hoxha Muharrem thoj ke unë shkoj prej klanit, pa më thonë muki se
ti kemi pajtu me babën, bëma numrin e telefonit e thiri unë. Po që ishtë një problem tjetër. Baba jem që asaj periudhe ishtë të jetu i vetëm edhe ai në qytet, në Gostivar. Nuk jetoj ke në fshat të familje vetë. Për shkak disa problemeve qera që u krijuan, rrjedhimisht edhe ai doli dhe jetoi vetëm. Gjatë asaj periudhe, unë e patëm lënë me ty me Hoxhën Muharrem një iftar apo. Po. Ama para asaj ne doishte unë të pajtohem me babën se po niste Ramazani, edhe unë kur qish dosha me nis Ramazanin i dhunshëm, prej që ati momenti që Hoxha më tha se ka te ki. Pa marrë parasysh kush është gabimi. Gjatë asaj periudhe, Zoti madh e bari që vllai jem edhe mami Mjerka, që unë i thom mami, shpeshen kur di referon mamit i referon Mjerkës, mami edhe vllau dojshin me këthy babin shpi. Shi si u li situata. Unë kujt si thash sen. Ata vetë dojshin me këthy në shpi. Ama veç ai një jeti i mirë i jemi. Dhe me thënë paramenoje, veç një jeti me zemër që unë i thash okej, krejt let përfundojnë, unë kam me u pajtu me babën, e pruni punën që ata dy me i zbut edhe me marë, me i thonë babit hajde në shpi. E lidhi punën, babi erë në shpi. E kam edhe një shok tjetër, unë e Leo Kalishta, Luan Durmishin. Leo ja, si të vu, unë e sua veç me atë e kom hapë zemrën, me që këtë shokin. Edhe shpesh herë kur shkoja në qytet, babi im punon të taksi, se është shumë emocionu se kjo pjesë. Edhe i thosha, isha me Leon, edhe i thosha Leo, hajtë për bëjmë edhe një gjiro dhe nashta mos për shohim, se shihim shpesh herë të punu taksi, veç për du me pa. Kishe dëshirë me pa, Më thonë, unë kur e shija edhe isha i kompletum, se shtash jam shumë emocionu. Pa marë parasysh krejta asaj, që kishë ndodhë, une kur e shija, veç e shihan vetëm knaqke, edhe shpeshera i shoku qajke bashkë me mu në kërë, qajshin bashkë me Leon, edhe thoj ke Leo ja, po pse kështu, thosha, nuk e kam let. As kush nuk e din atë momentin kur të mungon një mesash i babës, shembu. Edhe të ka mungu 10 vjetë, nuk janë një ditë e dy. Gjatë saj periudhe, une edhe Leo ja insistoj tha qtash ma si po vinë shpi hajde se po pajtosh edhe ti edhe une po ma isha qëndrim para ti apet a këndej ndryshe isha edhe i thosha jave thosha s'më muj me afale kuptan të hajtëse ja ti mundesh ti duhet me bo edhe me një moment u dorëzova thash okej thash hajtë bo në punën thire në dark edhe e kom thire në dark i kom pajtu me babën Alhamdulillah. Edhe alhamdulillah tash kemi shumë mirë, i kom hap një market atje në fshat, një dyqan të vogël edhe po punon. Mashallah. Është shumë shifësh tash? Shifëm tash, A, po e ki qaf dëgjojemi, njëre, e kom qaf njëre, kom përqafu, dëgjojemi në telefon. Është, pa marë parasysh është, çka do me konë? Është baba. Baba, është baba. Edhe, do me thonë, me datë 9 e kishim ne, terminin me Hoxhën edhe me Mukin me ty me hongër iftar, apo? Po, Edhe tu hongër iftar, une, pi thëm Hoxhës, hej, sot, thëm e kom një andër, Hoxhë, tash krejt më u bo, tash e kom një andër, thë qa andër e ki mëre? Thash du me shku numre. Në qabe, thash du me shku. Edhe Hoxha tha, be ma pasaport. Unë qëlloja, ma pasaportën e kom me vete. A i se di ke që mu pasaportën e kom me vete. I thash më thuj këshu sene, se une Ati që pasaportën me anë, tha bën e foto. Astaghfirullah, thash hajtë se po e bëj foto, thash po gjabet me ta që veç foto me mamaj pasaportën time. Tha jo, be po vjen numre me mu, tha ti e misafiri e më numre. Edhe, u bo me shku në qabe. Unë kam qenë i pari registrum të grupi i umres, Nur Umre, të Muminit. Edhe, a beson, që po ta rumbulla kësoj këshu njerë, masande po ti tregoj detajet. Nga me thonë, qysh nuk nodhi more sen. Kret kanë shku në vi. Qatë ditë që kena mri në aeroport në Turqi, 40 veta prej Maqoni i kishin këthi. Po, si shkoj haqit. Ne kena qenë grupa e fundit prej Maqoni për shku numre. Edhe kishin mshel ma. Ska më umre, se shte haqit. 40 veta i thkin prej Maqoni. Une, tu i dek në kufi. I kishin vesh i ramet, edhe tu hip në aeroplan, ajo po ma skenon vizën,
i dolin ai sena, këti që edhe unë e thiri mominin. Ama unë kam shku, se thash po na kthejnë edhe neve. Jo, s'na kthej. Shku ma atje, edhe ka qenë, këti, përjetim i paharushëm. Emocioni i papar. Po sua kjo nuk erdhi rastisht. Krejt kjo. Edhe po ja u them, po ja u lidhi qtash. Dhe me thënë, prej të një jeti pasër që i kisha une për me u pajtu me babën. E që u izbuti zemrën e mamit dhe të vllaut tim për me thirë babën me u bo bashkë edhe ato. E që Zoti një jetin tem edhe këtë mirë temën e shpërblehu më tha ti do është me artë të unë misafir. Shumë e vërtet. Ti te unë e ki venin. Të ka shpërbli Zoti. Po, tha, ku ka shpërblim atë masë me shku me falë një namaz sa 100.000? A ka shpërblim atë masë? S'ka, nuk ka pare matë madhe që i kishë mbulu këtë pajtimin ti me baba. Këshisa të kisha kërkun edhe milionat me i pas. Kotë, Zoti tha, ja, shpërblimin ti te une. Heste ka, dhe jesh misafirje. Unë, se krejt ato që shkojnë qabe janë misafir Zotit. Se pa më thiraj, ti mund është mi pas miliona e miliarda. Qa që sën hin, sën shkon. Ja, sën shkon. Edhe i tha, unë po të shpërblej këtë mirë dhe këtë zemër gjërësi dhe këtë zemër bathësi tondën me në vizit në shpin time. Edhe krejt mundet me thonë se hajtë se unë po i bëj 1.500 euro, se kollaj është me i bëj 1.500, unë e disa herë i kom pas ka 1.500 euro për me shku numre. Ty benzot s'ka bash nevoj as hoxha muare me mtirë, as nur umre mas andej me ma letësu me i bo video edhe me ma letësu pjesën qeter, kur kush. Dhe me thonë s'ka pas nevoj as i shkoj, kom pas mundësi me pagu 1.500 euro dhe me shku numre, ama ja, s'kish vlerë pari aty. Me thonë, kotë se i kom pas unë 5.000 euro në gjepe, 10.000 euro në gjepe, kotë, se kom pagujt asë njerë se më kishku në mendun me shku në umre. E jertë momenti, Zoti më thiri, tha ti që tu me u balansu pak, edhe me falë një namaz sa 100.000, edhe s'ka shpërblim atë matë. Prandaj, krejt ato që në këto momente që shohin, edhe që nështë ta menojnë, se prindërit, veçanërisht baba edhe nana, nuk flasë për pjesën qetër të familje, sa më për babën edhe për nanën. Se krejt qerët mund është me hajtë se mi gja daja këto ato. E qartë. Ama nona dhe baba. Nëse ata dikush në këtë moment më shef mu. Edhe është i dhnushëm me nonën e babën, lirisht le të qohet me njëherë, le të shkruj edhe le ta përqafoj se ai moment ma nuk thehet. 10 vitet e mia që unë i kom hub pa babën nuk thehen. 18 vitet e mia që unë i pata hub pa nonën nuk thehen. Edhe krejt që ato që i kam bo probleme mos mendo se Zoti va kthen. As kush nuk merret, nuk shkon te ai para ti me një bar që e ka me dikon të këndej. Krejt kanë mu pastru ndërmjet veti këtu edhe aqet jesin veç ti që shike bo punë me ato. Allahu i madh thot tek unë do vish veç problemet me mu që ki. A problemet me njerëzit që i kiti zjedhish atje. Edhe krejt në këtë botë do paguan. Shpërblimet më të mdoja që njerëzit që kanë mu pajtu me bape, me nanë, krejt këtë botë, edhe paramendojnë 9 ditë ka zgjat ajo distanca me shpërblimit Zotit edhe takimit e me babën. 9 ditë. Hiq ma shumë se 9 ditë nuk e zgjati shpërblimin. Atë shpejt. Atë shpejt e bani. Dhe me thëmë, për 9 ditë une isha i pari regjistrum për numre. E për jetimet a që masandej sua janë krejt qeter zjo. Si të du kër e pove qabën për herë të parti? E ki po 500.000 herë në televizion, ama? Ja, e kom pa në video, vërtet. Ama live është diçka. Atje ishte krejt diçka tjetër. Ai momenti i parë është kur i veshish i hiramet. Ajo veshja tregoj ke se Louis Vuittoni. Këto që i kom Nike, unë këto trenerka që i kom blej shtrejn. Të shpije Zotit s'kisht ashtu sene. S'ka dhe Versace. As parfemi 1.000.000 euro, 500.000 euro, këtë djune. As Versace. As kush sandalet Nike që i kisha unë s'ti shifke. As mbrençmet këtë djune Louis Vuitton, a këtë i kom vesh ato të mbrençmet, s'kishe ati Louis Vuittoni. Ati e ki, sa kushtona jo, këtë djune, se di sa kushtona, 500 denara, ai peshkiri. Që i hirami, i bardh. Këtë e kishe. Me thonë,
që aty tregoj ke prej që aty se ti ma në fund ki me përfundu me qëta. Se që ajo është veshje fundit. Qefini. Qaj peshkiri bardh. Edhe kot. Ne gjabe e kishim Louis Vuittonin edhe Nike-ën edhe Armanin edhe Gucci-n që po i majmë. S'lum pesh. Ja, s'lujke pesh. Edhe ty ben Allah se t'lujke pesh qa ki vesh, kur hisha aty mrenda, për në qabe. Sens, nuk e menoj qa ki vesh. Aty e bëshe connection. Si konektohen telefonat me wireless? Ajo ishë connection i një muslimanit ma qashtë. Nëse që aty nuk konektohesh, edhe nuk e ndjen bjeri vetin në basë. Që aty, kush ka? Edhe nuk konektohet me qabën. Se kur hyshe mrenda dhe kur e shifshe një mebe e kia lidhesh me të njësen. Edhe ndjenja edhe njëherë fillon e qanë pa kontrol, se dim pse qaj, tu isha pse qaj. E pa të pasu edhe në Facebook. Po nuk e disha pse qaj. Qaj, dilshin lot. Ato si thonin, andi popullor që i thonë muarnajcat. Edhe, dhe me thonë, as nuk ti interesoj ke kën e ki jashtë asaj. As kën e ki brenda asaj, ati rrethit qabes. Ati kishe vetëm ti edhe Zoti. Para mendoje sua sa njerëz kish aty. Ti nuk i shifshe. Ati nuk kish njerëz që janë li me parfem, prandaj thash. Aty nashta dikush që kish bo shumë tavaf edhe ish gjirësit. Edhe s'kish majz, për shembull, ai ishte veç me ihramin. Edhe fërkimet e mishit për mishin ndodhin që të krijojnë edhe aroma, nuk nish aromt. Ja, s'kishe ti punë me aroma, me sende, ti kishe punë me Zotin. Aty kish njerëz që flishin me qabe. Fliske be, ne jena bon saf për të falë namaz, a ju qu njeri qaç që kishte, kush e di që kish bo, e thoj ke unë zboj ma. Që aty e thoj ke. Qaj e thuj zboj ma. Ama aty Zoti e ka pru për me balansu. Për me, se i ka thonë, ki nashta një me ka këtë punë, e ka me një të pasër, këtë këthimin e ti prej tikun, se di që kish pasë e njeri. Ama dhe që shtu shihja aty. Thash, nëse aty hin, e shë qabën, edhe nuk konektohesh, duhesh me dalë dhe me i ra vetit mas. Se me imanin nuk je kërkun. Ai momenti shumë i rëndësishëm. Masanej unë e kisha qëllim. Edhe një jetë. Që unë gurin e zi, me pa, me puth, me prek, me pa qa është ajo. E kisha një jetë. Edhe me grupën, alhamdulillah, edhe muminim kanë ndimu shumë, u bom një 10 veta në tavafin e dytë, mbas krimit të umres. Nëse ta shpjegoj procedurën e umres, se dikush që ndëgjon ndoshta ka qef me ditë. Më thonë, kur shkosh numre, nuk shkosh veç me bot tavaf. Edhe nuk shkosh veç se krejt mendojnë se ajo 10 ditë që është 10 ditë procedurë për umre. Nuk është procedura e umres 10 ditë. Procedura e umres është 3 orë. 3 orë. Po, maksimumi 3 orë. E kryin tavafin, e kryin Safa Mervën, i pret flokët edhe e kryin procesin e umres. Që kjo është umrja? Kjo është umrja. Dhe me thonë, sa muj me zgjatë, ma shumë se 3 orë zgjatë. Safa Merva, une për shembull, ne problemi që i kishim, se ne si ishim sutrim pa të vrençme. Burat. Ne veçan rish që shkojmë për këtu, ne e kena problemin e parë, që ballafaqojnë, ne si jena sutrim pa të vrençme. Kum vujt për qësa. Edhe arsimi, njeri u i sharit. Edhe ai kish vujt për qësaj, edhe unë vujta për qësaj. Bas tavafit Safa Mervën, me zi se e kom bo. Ma e kryta, alhamdulillah. Më thënë Safa Merva, kush nuk e din, janë 2 kodrat që aty ku ka shku prej njërën kodrën, tjetërën kodrën Haxheria, edhe që ka lip, që ka dalë Zemzemi. Këto janë procedurat dhe që aty e krysh. Pre që aty momenti ti e ke kry umren edhe vazhdojsh me ibadete. Në shumë djetarë thonë që janë një namaz në qabe është e barabart me 100.000 namaz dhe jashtë saj. Hadith është? Hadith është, po, është hadith i saktë saj. Edhe ti nuk shpirtnisht nuk lejot me t'ik namazi, e kupton se ti çati je. Edhe një gjendje tjetër interesante që kom pas në Mekë, në Mekë një është shumë i mbrojtur. Nuk, për shembull, nuk kishe frikë prej
ku e diun. Largohet frika, po. Ja, nuk ishe shumë i mbrojtur. Kishe si një burroj, i sigurt. Ndjehesh aq i sigurt sa që unë për shembull kam ecë shumë në Mekë, masani as se kisha frikë se po hupna, se po jesmi pa taksi dikunta. Ku e diun, domethënë nuk e ki kët problematik. Ati ndjehesh shumë i sigurt. Këtë e kom vërejt kur kom dal prej Mekje. Kur kom dal prej Mekje sikur me ma hekat mburojen. Diçka ndryshe. Masandej kur hish në Medine, është krejt tjetër ndjenjë. Aty une namaz në gjumë. Qaq i që je, shpirtnisht. Veç e nish e zanin, edhe qohesh, falish namazin edhe në gjumë. Une 2 ditë në Medine, për e të rekoj edhe këtu, veç gjumë kisha. Me thonë qaq i qetë. Shkuan xhamin pejgamberit falu edhe në gjumë. Une që aty se di, a ka ndë një qytet tjetër që të ma jep që jetë njëjtë në gjetë. Me thënë qatë qetësi, qatë pushim, qatë që mush me bataria që aty. I kom mush pra ndaj këtu, kur kom marrë unë direkt që më kap me o gjallarë. Edhe, mbi gjitha, Hoxha Muharrem, ne kena pas edhe udhëheqin shumë të mirë, kështu që nuk na ka mungu informata. Vizitat e cilët i kena bo, dhe më thënë, janë ndryshe atje se sa me ndëgju dersin këtu. Kupton, kur e ndëgjojsh atje prej në vend, se që aty ka luftu Muhamedi a.s. që aty ka ndodh lufta e Bedrit, që aty Uhudi, që aty kodra e shigjetarve, kupton, nuk edhe është tjetër për jetim. Kotë sua, po më shkojnë në për mujë mjaltit, në për Barcelona, në për Spanja, në për këtë djunku. Krejt e kotë është. Qish moren, me gru, mujtë mjaltit, une këndë e ndëgjoj prej tash. Ndi thëmë, turpi botës është me shku në mujtë mjaltit me gru në Barcelona, në Paris. Pse me pa atë kullën e i fellë në pihekri? Para benoje, ti po më shkon në Paris, o dhe shkojnë mujtë mjaltit në Paris. More vlla me regrun, shkon mujtë mjaltit në Qabe, po a Kabe në gjenë matë mirë, udhëtimin ton të parë, ta bësh në shpitë zotit. Nuk ka, ti më shkon në Paris. Një hargjimet tybe nuk të rritën. Bile më shumë. Bile këtu ato hargjimet që di bësh përblehen me diçka tjetër. Edhe kur kthehesh prej atje nuk i e mo qaj që ke qanë. Nuk i e njëjtë. As kush, veç mo thash, ato që nuk ngjejnë as një sent atje, që duhet me i ra vetës mas, kur kthehen janë të njëjtë. Këtu ndryshe i percepton sendet masandej. Atje e shef se asgjë nuk është këtu deri në fund. Në fund shkojsh qashtu, me qati hramin, pa Louis Vuittonin, pa parfemin, edhe kryhet as pare, se s'kishe gjepa ajo për t'i fut pare. S'ka pare. I kërkojsh a gjepat ku t'i fut, s'kishte gjepa ajo për t'i fut pare. Prandaj, edhe jo rasisht, unë mendoj që nuk është rasisht ajo që kishin bo kusht për burat, ishte kusht për me hinë qabe me ihram. Pa ihram nuk t'leshin me hinë qabe. Nështë ajo është edhe mos me kriju të lovi, ama çdo gjë ka edhe një mesazh. Kjo është mesazh që ti kur ti shkosh te shtëpia e Zotit, ti shkosh qashtu, se s'duan para që asimja se pago. Është i vetmi vend që ka meritën më të madhe në botë, nuk ka vend më shenjtë në botë se ajo edhe që nuk pagun hymje. Ti shkon në Eiffel të vjedhin aty për jetë. Çka trojnë, një video e kom pa në TikTok i kish bën një influencer, ta vjedhshin çantën, ti vjedhshin parë, telefonet, nuk vjedh kush e harron telefonin në Mekë. Unë kom harru telefonin në Mekë me gjithë parë, kush nuk e kish prek. Namaz tjetër e kom gjetë çati të njëjtin vet. Shumë e vërtetë. Kërkush se kish prek. Sprek, atë i sigurt, s'ka vjedhsa. S'ka, nuk ka, ai e din që me këtë kamera është. Si shteti kishte ecë. Sistemi kishte ecë. Këtu të ne safe city së ne bëjmë të një 2030, aje ka bo safe city pikur zbritën në pre aeroplani ti e din, sa regji ka, sa polic duhen, ku shkon, në cilën hotel e rinë, kishte dhoma. Po, atje, për shembull, tu bota vafti, qash kamera, nëse të kapën, e nëzirke, prej ku vjen, prej ku e ke marrë vizën, dhe cili hotel e rinë, cili është grupa, kush është udhëheqësi. Më thonë, qash sistem kishin ato.
Ne këtu një safe city, masane prandaj atë nuk ishte, edhe me bë puna me nxon hajdunin ai e din që e ka sheriati atje. Nuk është si këtu te ne, dënimi me kusht. Atje është sheriati. Edhe atje nuk vjedhshin. Unë kam pas komunikim edhe me atë personin që e ndresh saatin. Ai Gostivarit? I Gostivarit ishte. O takove me ta? Po. Keqësisht ose fatmirësisht ose vendimi i tij që nuk doli para kamerës se e kishte kusht për mos me dal. Ama u njoftu. Ishte interesant, historia ishte vërtet. Histori shumë interesante është. Çështu ishte historia, thash Zotit i shpërblen sendet me njëherë. Alhamdulillah. Kështu që Ai përjetim tjetër. Medinja, masandej Medinja ishte krejt diçka tjetër. Medinja. Për dalim prej Mekës, unë për shembull në Mekë po, me shku, ama në Mekë ishte dinamike jeta. Për shembull kishte shumë njerëz. Çdo herë kur delshin 3, 4, 5 mëngjes, në 2, 1, për herë kishe njerëz, asnjë nuk flekë qyteti. Në Mekë, ndërsa Medinja ishte ndryshe. Ai qetë më. Medinja ishte vend i qetë. Medine ne për shembull hotelin e kishim shumë afër xhamisë pejgamberit, edhe kishim hotelin shumë lukses. Edhe e para mendon se ku jetu flejt. Që aty flen ai, që tu flen ti. Shumë afër jeti. Shumë afër jeti. Edhe veprimet, edhe kur bësh për shembull, se di edhe kur e bësh një veprim në Medinë thush, trishtojsh, thush që aty është ai. Kupton? Sallallahu alaihi wasallam. Nuk është e njëjtë, e kupton? Nuk di si më e thon. Po jam të kuptoj. Për shembull, nëse e pin cigaren e zon, edhe ti çaty e del para hotelit me pi cigara, po. Edhe para mendoj me pi cigare para pejgamberit alayhis salam. Prandaj kush vjen për atje, ata që ndryshojnë, lën cigaren, lën këto punët. Ish kjo ndjenjë atje. Alhamdulillah. Edhe kena hongër hurma shumë, për ndryshim me Medinë kom hongër shumë hurma. Kemi qenë ajo bafçi e hurmës. Po, edhe ndeve kom hip. Po jam çope tu kesh kur e kom po vetë. Devi unë e pita moxhën marrë thash deri sa kile kjo se më duket lisht. O çavarë më tha dush mi kërku Allah devës. Po valla dush ajo shumë e lisht ishte. Me hoxhën marrë që kena bërë shumë video interesante. Po, kena bërë video për shembull për ilaçin e shurrës devës. Po, kanë probleme. Se këto islamofobët kanë merak shurrën e devës shumë përmeni. Para mendoj, jo e kam bërë kështu se jo që nuk e du Evropa, për shembull unë jam shumë pro-evropian, pro-amerikan, nuk e diskutoj këtë çështjen, e kupton që sa jemi civilizuar ose evropian, po thash para mendoj për shembull në shtetin në Evropë, në qatë territor të vogël, sa ajo për rreth qabës, me jalshunja 2 milion njerëz, si kese për herë. Panikë e madhe. Situatë e jashtëzakonshme. Me njëherë, ku e di unë, dë vdishin, dë vrishin, dë bëjshin, nuk kisha që në qaba, vdek mas vrame, vdek me foli, vdek me këshu, se të vdek me kishë, namaz gjenazi e kishë pas gjdo namazi, ama nuk ishë ashtu panikë e madhe, policie madhe, kaos. Me jalshuni qytetit evropian 2 milion, si jalshun Mekës ne, që përgatit është në 2030 për 12 milion haxhiler. Hajde, ma të rego cili qytet. Që shkon Paris, për shembull shife, 100.000, 200.000 sa mund të kese rreth vizitës në kullën Eiffel, panikë e madhe, policie e madhe. Në qabe nuk ish more ashtu panikë, këtë njerëzit e dishin ku e kanë. Prandaj tjetër vende janë ato ku ka shkel komba pejgamberit alayhis salam, edhe ne ngrihena shkojmë në mujt mjaltit në Paris. Shura e devës. Camel urine kapsules. Përdoren në Zvicër dhe janë antikancerogene, janë produkte natyrale, të cilat për momentin janë produkte alternative, po këto nuk janë të bëhu lumtime të mira, për shkak se kur të vudale, se është shumë e maher për kancerin, këta nuk të jupin parët, unë e kuptoj këtë problematikë, edhe e vërtetohen hadithet pejgamberit alayhis salam që herë kur do ato do vërtetohen. Kote kanë, a e bëjnë shtasha, në 2100 të ndë e bëjnë atë analizën, do vuduhet dhe njëherë. Kanë efekte antikancerogene që në studimin e vitit 2012 treguan se urina e devës mund shkaktoj apoptoz, vdekje të qelizave në disa linja qelizore të kancerit. Ata
të gjirit dhe trurit duke ndikuar në proteinat që rregullojnë rritjen e qelizave tumorale. Kjo është studim i bën në vitin 2012. Më pas një tjetër studim zbuloi se urina e devës mund të përmirësoj efektin e një ilaçi të kimioterapeutik që e marrin, edhe për shembull ne këtu pim hapa të ndryshme artificiale të cilat e përmirësojnë atë efektin që e kemi mbas që na bin flokët. Këto kapsulat e urinës devës e kanë këtë efekt duke penguar thot procesin e tranzicionit epitelial dhe lidhet me përhapjen e kancerit dhe rezistencën ndaj trajtimit. Plus asaj, në një studim tjetër, trajtimi me urinë deveje uli ndjeshëm madhësinë e tumoreve dhe pengoi përhapjen e tyre tek mijët me kancer të gjirit, duke sugjeruar efekte të mundshme antimetastazike dhe antiangiogjenike. Do të thonë, njëjtë që në studimin që kanë bërë tek mijët, për shkak se ne dimë që pjesa jonë e trupit është e ngjashme brenda me ata të mijëve, ka treguar që nuk ka pas përhapje të kancerit. Një përmbledhje sistematike e vitit 2024 tregoi se urina e devës ka aktivitet të gjerë antibakterial dhe antifungal kundër patogjeneve të ndryshme, përfshirë baktereve rezistente ndaj ilaçeve dhe virusit si H1N1 dhe MERS-CoV. Për gjithë ata të cilët po ja shpjegoj kështu në detaje. Jo, shumë mirë tu e shpjegu. Masandej, ato e kanë shumë të lehtë. Hey ChatGPT, please tell me about this. Kalzoma pak urin kamel. Kapsulat, këto kapsulat, ku përdoren këto kapsulat? S'dojnë mi dëgju. Përdoren në Zvicër. Këto të mençmit ton le të shkojnë në Zvicër. Le t'i tregojnë atij zvicrani që mos e trajtoj me këto kapsula. Që t'jemi korrekt me tot, ju tregoj se ende nuk është përmbledh dhe nuk është bërë e licencuar me kjo punë, por është si alternative. Po ky hap tregon qartë se ajo që ka thënë Muhamedi alayhis salam do vërtetohet. Herdo kurdo. Herdo kurdo. Ashtu si janë vërtetuar shumë gjëra tjera. Unë kam një parandjenjë si këto që tallen me vetdije, të islamofobët, Allah i kam i dënu, si kam vasu në kancer atyra fëmijëve vetë, se nuk me nevrin edhe me sunullojnë tallu gjithë ditën e me hoxhën, ama me pejgamberin është shumë rrezik. Këto tallen, për shembull, më kishin shkruar mu se disa do të bëjmë dhurat kapsula, thash më bini ti shoh, bashkë ti shoh. A kam dikon Zvicër që po i bëj apel për çdo. Po, në Zvicër. Nëse kam dikon që ndjekën prej Zvicrë edhe që mund me siguru një pako prej këtyre kapsulave, do isha shumë mirë njohës për të parë se si ndikojnë edhe pikërisht për t'u treguar njerëzve që ekzistojnë. Për fund, a kime shtu nëjsen në vërej vllatë shka? Po, kam me shtu. Pushimet dolën suam. Në Antali kam me shku. Elhamdulillah, zoti vazhdon me shpërblimet. E shes e s'nale. Këto ka një euro shtohen. Pa dhe reklamat. Reklamat vazhdojnë që kam shumë. Qive si bon telefoni. Restorana, sen. Reklamat shkojnë ecin. Sezona vinë, zgjedhjet afrohen. Elhamdulillah, inshallah bohen si cëllin vit. Se ne kënaqna kur ka zgjedhje. Ne kena punë. Kështu që të gjithë atyre të cilët ende kanë komentuar ndash negativisht ose pozitivisht i inkurajoj. Nevria Ademi duhet më urrit akoma më shumë. Unë do vazhdoj të punoj. Që piku së më tremet. Pasi që ta bëj lajmin. Pak e rëndësishmë është a do më vrasin, a do më flasin, a së më flasin, a do më bin, a së më bin. Mu thash, veç mujnë me ma siguru Antalin, dëni Egjipt, kom qef shashen, dëni Dubai më ka shpret dëshira, vetja për me shku, shu që pak e rëndësishme është pasi që ta bëj lajmin, unë qka do ndodhje. Unë e shumë të rëndësishme kam me informu qytetarin se hajdutat i kemi edhe në hutbe ditën e xuma, me informu qytetarin se kur vit dita e zgjedhjeve duhet më mendu mirë se kanë rrethon, me informu qytetarin se si ka probleme të ndryshme në Tetofe, në Gostivare, do dalen Kërqov, do shkoj edhe andaj, do vje edhe ka Juga Shkupi, pse jo. Unë e punë kam me inxjer, me e pyet politikanin për atë votën që ka marrë, se çka i ka ofru këtij populli, edhe në fund ditës, pasi që unë të nxjerr lajmin, ty be
hiç s'm intereson kush çka do bëj, çka do mendoj, bujrum, derën time e kanë qel, adresën e saktë e din, telefoni im është publik, krejt ato që mendojnë se kam bë gabim edhe dun që takohen, unë këtu jam. Krejt ata të cilët mendojnë se kam bë gabim, dun të më paraqesin polici, një nëndyshje aty është, në cilën dun mënyrë, le ta gjejnë. Une e kam të rëndësishme ta postoj. Prej momentin që e bëj post, hiç s'manin. Qerpiku sëm tremet hiç. Unë e vetë dalë në qytet akoma. Veturat e mia i din krejt. Le të urdhnojnë, si vu thashti në Hoxhallarëve, kejt një ka një i pres. Hiç nuk hiki kërkundi. Unë të rëndësishmën e kom bo, lajmin e kom nxjerr. Tani të qesi të shkoj e puna, a dhe i thellohem ma shumë problemit, i thellohem unë, për shembull e kom gjetë se në një qytet tjetër 400 euro kushtoj ke vesh me ta hap varrin, sikur me hapte me le shtëpie. Më thonë, këto problemet do hi ma fell, po të vu them që mos kot mundohen, nuk ndalem unë. Nuk ndalem. Misioni jote është Ja, s'ndalem, kot mundohen. Prandaj, sa të më jepni 1 euro me një koment keq, ma merr më jepni 1 euro me një koment merr, e në unë të vadi për nder, e në dësh problemi epizodit, show, e në më jepni 1 euro, e në komentoni keq, e në më merrni gjunahet, e në keq shia. Kështu barëm bëneni të mirë, tash problemet me të mirë, edhe krejt ata të cilët e interesohen për mu, kam shumë miq, kam shumë shok, unë tash unë jam dëshmia e vetme që me qarta se si njeriu ec përpara veç me mbështetje shoqërisë. Kam shumë shok, shumë njerëz që cilët interesohen, të gjithë atyre ju them një falënderit shumë të madh, një falënderim shumë të madh, se unë pa ata nuk do isha ky që jam sot. Edhe suksesi im, krejt kjo deri sot, ju dedikohet vetëm shoqërisë. Ata janë njerëzit të cilët mu më kanë shtyr përpara. Pa ata unë nuk do isha këtu. Ka shumë njerëz të cilët edhe janë të gatshëm edhe të bëjnë edhe punë më të mëdha për mua, por që unë nuk i du problemet. Unë asnjëherë nuk jam i thari asaj që më bë probleme, unë i largohem problemit. Krejt ata që mendojnë se mund me bë probleme, mu e kanë kot, unë s'bëj probleme. Po, unë kot e kanë. Mu veç edhe ajo kur dhe shoha për shembull dikon se do nxjerrë pishon nuk më dal. Lirisht, mbas i ta bëj lajmin, çka duan le të bëjnë, unë misionin tim e kry me sukses. Nëse ka shujt Zoti që unë me kry këtë mision edhe me bo hakun që unë e kom marrë obligim, në moment që unë do ngjej 1 gram frige, unë la mikrofonin. Unë nuk do shkoj të punoj kamarier. Do shkoj të shes çokoladë Dubai, edhe s'mirë me këtë profesion. Ama deri në atë moment që unë ja kom bo pjesës trunit për frik off, ja kom fake klopkan. S'ka birna, unë që ndal këtë punë. Hiç, let më lidhen kejt, me Hoxhallar, me Reisa, me Mifti, me kuedjune, me politikan, me kryetar komunash, me kryetar partish, me Bilal Kasam Aliamet, me kejt. Hiç së më nali. Kote kanë. Kështu që kom bëjnë një lutje pja që, dhe postoj, nuk ta kallëzoj gjia është prej në qaba, se kom postuar la, dhe postoj në ditën vazhdim, e në bollë mos e të shkoj. Ki pra ishte gazetari investigativ. E tha mirë. Devria Demi, Allah i shpërbleft. Faleminderit shumë. Allah i shpërbleft edhe juve. Faleminderit shumë për ftesën. Falenderojmë edhe Hoxhën Bekir që na priti për pritjen që na bani sot. Edhe Hoxhën Muharrem nuk e dia ka ardhur, pra që Ka. Inshallah shifim. Po se kom pa ala kur ta shoh. Faleminderit shumë. Mirupafshim.